Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar bashkëpunëtarë të emisionit ton Rruga drejt Allahut, rruga drejt suksesit, rruga drejt fitores, rruga drejt xhenetit. Më lejoni në emrin tuaj, të uroj mirëseardhjen hoxhës tonë të nderuar Enis Rama për të vazhduar emisionin, për të vazhduar bisedën tonë. Hoxh, mirëseardhje. Amin dhe juve. Allahu nderoft që jemi bashkë përsëri, ja ku takuam mbas një jave dhe sot kemi zgjedhur një nga temat tepër të rëndësishme. Do të flasim për nefsin. Ç'është nefsi dhe sekretet e tij. A është mik apo është armik? Nëse është mik, si ta presim, si ta përqafojmë? Nëse është armik, si të ruhemi, si të luftojmë? Mendoj se ka një rëndësi shumë të madhe. Çfarë rëndësie ka të flasim për nefsin? Falenderojmë Allahun për të mirë që na i ka dhënë dhe lutim Allahun që të na jap sukses në këtë udhëtim dhe që të arrijmë suksesshëm deri në qëllimin e kërkuar dhe të synuar. Se për këtë temës që është përzgjedhur që të flasim për të sonte, mendoj se është një temë që shfaqet e rëndësia e saj nga shumë aspekte. Normalisht nuk dua që të zgjerohem në të gjitha këto aspekte, por dua sa për informim dhe hyrje të këtij emisioni të përmendim disa prej këtyre rëndësive. E para është se nuk flitet askund për këtë temë, dhe kjo është shumë shqetësuese, shumë alarmante, duke pas parasysh do të thotë ndikimin e madh të kësaj krijese, kështu po e quaj, nefsit apo tek njeriu. Ndikimin e madh që ka në karakterin e tij, në personalitetin e tij, në fjalët e tij, qëndrimet e tij, veprimet e tij, e kështu me radhë, nuk flitet shumë për njeriu. Sot njeriu kur trajtohet si qenie dhe studiuesit e ndryshëm i qasen kësaj krijese, i qasen nga kënde të ndryshme për ta studiuar, analizuar njeriu, për fat keqësisht nefsi nuk është në asnjë nga këto trajtime pike e analizave dhe studimeve. Andaj edhe ne nga këndi unë si musliman duhet të mirë me këtë çështje. Por ju do të thotë që të lajmë edhe borxhet e të tjerëve në këtë drejtim. Por pasi të gjithë janë smbrapsur këtë drejtim nga njëra anë. Dhe e dyta do të thotë ata që janë marrë me hamendje, janë marrë me studime që nuk mund të quhen studime. Nga se kemi janë bërë disa trajtime, ndoshta të kufizuara, por fatkeqësisht do thotë nuk është përdorur një referencë e sigurt. Nuk është ndërtuar mbi një themel të shëndosh, një bazë të fuqishme. Nga se kemi të bëjmë me diçka që nuk preket, apo nuk shihet, nuk mund ta futet në laborator, apo dhe përmes përzierjeve të caktuara me elemente të kimike të shfaqet ngjyra e tij apo të shfaqet ty për shembull forma e tij. Gjitha këto janë të pamundshme në këtë situatë. Prandaj edhe kjo e bën të rëndësishme të folit për këtë temë nga këndi që ne po flasim. Nga këndi do të thotë i argumenteve, i fjalëve, i thënieve të atij që e ka krijuar këtë nefs. Allahu xhallahu ala. Dhe e treta që mund ta përmend si rëndësi të folit për këtë temë është lidhja e këtij nefsi me zemrën. Që njerëz nuk dinë të bëjnë lidhje. Ti bëj shumë tresa kjo pjesë. Edhe nga tresa, edhe do të thotë zemra është mbreti. Zemra është udhëheci i trupit. Nuk ndërsa nefsi është një ushtar i kësaj zemre. Nuk ka zemra asnjë ushtar më të rebeluar apo më opozitar se sa nefsin. Prandaj edhe kjo e bën të rëndësishme të flasim për këtë temë, por për aq sa është e rëndësishme të flasim edhe për zemrën. Shumë rëndësishme sepse ndonjëherë hoxh ne ngatrojmë, ose i bashkojmë nefsin dhe zemrën, në shumë raste shohim më poshtë besojmë thonë se si bën nga tresat. Atëherë mendoj të nisim nga fillimi. Ç'është nefsi për ne? Nefsi fillimisht është një term apo që na vjen nga gjuha arabe, nuk është në gjuhën tonë. Nëse tentojmë ta përkthejmë në gjuhën shqipe, nuk do të kemi mundësi ta përkthejmë një përkthim stabil që do ta përdorim në të gjitha përdorimet e fjalës nefs. Ne përdorim edhe nefs. Po. Andaj ne do ta përdorim nefs në bazë të kuptimit që po i japim ne brenda misionit ton. Qase nefs nga ne përdoret si shpirti i njeriu, nefsi i tij. Nga ne përdoret si nefs si një ëndje, si një epsh e kështu me radhë. Andaj nga njëri përdoret në mënyrë të lavdruar, nga njëra të qortuar, nga njëra do të thotë as i lavdruar e as i qortuar e kështu me radhë. Andaj çfarë kemi për qëllim kur flasim për nefsin në rrugën tonë të Allahut azza. Tash është një kënd i posaçëm
apo edhe një mejdan më i kufizuar i përdimit të fjalës nefs. Dietarët islam kur kanë folur për udhëtimin e njeriu drejt Allahut azza wa jall, dhe kanë folur për zemrën e pastër, dhe kanë folur për një zemër të qiltër, që me të duhet një rob të takon Allahun azza wa jall, atëre në kuadër të kësaj, kur kanë folur për nefsin, kanë folur gjithmonë për një krijesë të rebeluar sikur se ceka, për një aspekt të errët të njeriu, për një tendencë të vazhdueshme ta zhvendos njeriu nga rruga e drejtë në rrugën e shtrembur, nga rruga e udhëzuar në rrugën e devijuar, nga një mejdan i mbushur me vlera në një mejdan i mbushur me antivlera. Për këtë arsye, nefsi nënkupton të gjitha ato aspekte të errëta të njeriut, qofshin fjalë, vepra, dëshira, përfshin epshën e tij të pakontrolluar, të shfrenuar, përfshin çdo tendencë, sikur si e ceka, çdo tendencë që synon smbrapsën e njeriut nga rruga e Allahut, dobësimin e zemrës, apo nënkupton gjithashtu tendencë që synon ta mbush zemrën plagështi, lodhje, sëmundje. Gjitha këtu mund t'i përfshin fjala nefs. E sa të shumta janë ato sot, domethënë, i bie që nefsi të jetë një armik. Shikuar nga ky kënd po. Shikuar nga ky kënd po. Andaj po qëllimisht nuk e preferova që fjalën nefs ta përdorim në gjuhën shqipe, me term, do nefs dhe shpirt themi, ngase nuk mund të jetë shpirti i njeriu armik i tij. Jo, por po flasim për një kuptim më të zgjeruar të fjalës nefs dhe dëshirojmë që sa të përdoret fjala nefs të kuptohet në një këtij zbërthimi, apo jo në kuptim të ndonjë fjale të caktuar që është përkthim adekuat i fjalës nefs. Që mos na keq kuptoj askush, domethënë, nefsin e kemi kufizuar dhe kemi kufizuar kjo pjesë. Po. Që është shumë aspekt i errët të njeriu. Të njeriu, po. Atëherë mund të themi që nefsi është gjithmonë i keq apo ka nefs të keq, nefs të mirë? Nefsi dietarët e kanë në bazë ato që është përmendur në Kur'an, apo nefsi është tri ngjyrash, kështu po i them. Tri ngjyrash. Është tri ndikimesh në jetën, në qenin e njeriut, në zemrën e tij. I pari është i thuhet nefsul mutmainna. Apo ky nefs është një, apo po tash ka do që e kthejsh ti, apo po ngjyra e tij si po komunikon me zemrën. Nëse nefsin e kemi pozicionuar drejt dhe pjesën e këtij nefsi ose këtij ngjyrimi që quhet mutmainna e kemi lidhur kyçur me zemrën, atëherë kemi një situatë stabile, të qetë në brendin tonë. Andaj thuhet nefs mutmainna. Çka është nefs mutmainna? Shpirt i qetë. Çka në kupton i qetë? Dhe Allahu xhallahu ala ka përmend ya ayyatuha an-nafsul mutmainna. Në fund të jetës njeriu kur të del shpirti, Allahu e therrat këtë nefs në bazë të ngjyrimit që ka qenë kthyer ka zemra. Andaj thot nefsul mutmainna. Ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbik. Ktheu tek Zoti. Ky nefs që tash po del tek Zoti, ky e ka në ngjyrën tjetër të errët, apo por për shkak se nuk ka pas ndikim, nuk ka qenë theksuar, nuk e përmend Zotin në këtë emër. E përmend në bazë të ngjyrimit që i ka dhënë kësaj zemre dhe në bazë të ndikimit që ka pas tek njeriu. Andaj quhet nefsul mutmainna. Shpirt i qetë. Çka nën kupton i qetë? I qetë që ka pushuar dhe është qetësuar me përmendjen e Allahut azza xal. I qetë dhe i pushuar në hijen e dispozitave dhe rregullave të shariatit. Asnjëherë nuk është ndir, për shembull, i hamendur, sa thua vallë këtë namaz që po e bëj, a është kjo me të vërtetë përcaktim i qelluar apo ka ndonjë gabim? Braktisja e për shembull ndonjë mëkati, apo a është e qelluar apo jam duke lutur së koti, apo ky shpirt, ky aspekt nuk ka, kjo është i qetë. I pushushëm, i është dorëzuar Allahut azza xal tërësisht dhe çfarëdo që i vije nga ana e Allahu xhallahu ala e pret me qetësi dhe prehje maksimale. Dhe ky është, do të thotë, ky aspekt i nefsit, ky ngjyrim është aleati më i madh i zemrës në udhëtimin drejt Allahut azza xal. Andaj edhe Allahu xhallahu ala thotë ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pse qetëson zemrën? Nga se nefsi apo si ushtar nuk e shqetëson zemrën në përjetimin e përmendjes së Allahut azza xal. Para mendoni për shembull
je duke pushuar, apo dhe ke kalamaj, fëmijë tek shtëpia jote. Dhe për shembull i ke 3, 4, 5 sa do qofshin ato. 3 nga ata janë shumë të qetë. 3 nga ata janë shumë të qetë. Kanë parasysh kur i lodhur, kanë parasysh kur i duke pushuar apo, andaj kur ti pushon, ata pushojnë. Do thotë pushimi i tyre i ndihmon pushimit tënd. Por janë dy të tjerë, apo të cilët do thotë janë në kulmin e angazhimit dhe lëvizjeve dhe problemeve në shtëpi kur ti je duke pushuar. Andaj ti po pushon realisht, por mos pushimi i këtyre apo rrezikon pushimin tënd. Ky është nefsi. Të gjithë janë kalamajt e tu, janë një, apo mirë po varësisht tash sa ndikimi i tyre tek pushimet që si jote apo. Për këtë arsye, edhe ky nefs apo do të i rrin zemrës gati kur atë përmend Allahu xhallahu ala, që të ndihmon në këtë pushim, ndaj qetësohet. Edhe pse tenton nefsi i dytë, që është nefsu amara bisu, lloji i dytë i nefs është nefs e ka thënë Allahu xhallahu ala amara. Amara në gjuhën arabe do të thotë që në vazhdimsi, pa ndërprej urdhëron për punë të këqija. Ky nefs, ky aspekt i nefsës është. Njeriu është nis ka Allahu azza wa jall dhe posa është qetësuar se këtë punë duhet ta braktisë. Kjo është ndaluar. Apo aktivizohet nefs amara bisu. Apo nefsi që urdhon për të këqija. Aktivizohet për ta shqetësuar këtë zemër se nuk e bën mirë. Nuk është dashur ta braktisësh. Shiko çfarë kënaqësie ke braktisur. Shikon nga çfarë mia ke privuar vetën tënde. E urdhnon, a don kënaqësi, duhet shkosh këtu, si gabim ke marrë qendrim. Shiko, vazhdimisht e urdhnon. E cyt, vazhdimisht këtë zemër apo që të bën keq. Si fëmijë i keq tani. Sikur fëmijë i keq. Fëmijë i keq ose shoku i keq. Shoku i keq. Cili shoku i keq? I si thot, pse po hesh? Kurtosh të vish në veprim, ta godasësh filonin. Ardosh, si po duron kështu gruan? Unë asnjëherë ndoshta ai është edhe më i qetë se tij, por tjetët nuk ja dëshiron këtë qetësi. Andaj vazhdimisht e cyt shokën të afërm me tij që të vihet në veprim për së keqi. Dhe në qoftë se nefsul mutmainna e ka ndriçimin e fuqishëm ndaj zemrës, që i garanton pushim, nefs amara bisu, nefsi që urdhon për të keq, tenton. Mirë po, drita e fuqishme e nefsul mutmainna pamundson që të ndëgjën zemra çfarë realisht po kërkon nefsi amara bisu. Apo në nefs amara bisu, nefsi që urdhon për të keqe, përshpërit vazhdimisht zemrës që të jegëndon nga vendimi që ka marrë për të iska hallahu, për të larguar nga haramet. Mirë po, aq është e fuqishme drita e nefsit të qetë. Dhe aq është e zëshme ajo thirrje e këtij nefsi për të vazhduar rrugën, nuk ndëgjohen zot e marrë bisu. Në qoftë është mutmainna e aktivizuar. Por në qoftë nuk është, paramendota është tjetë e kthyer, e kundërta, tjetë më e zëshme ana e nefsit që urdhon për të keqe. Njeriu do të bie. Dhe nefsi i tij është nefsul lawama. Që për Allahu xhallahu ala në surën al-Qiyamah. Nefsul lawama. Është betuar Allahu xhallahu ala në këtë nefs. Çka është ky nefs lawama? Lawama është që sikurse amara. Amara tham urdhëron në vazhdimsi, pa ndërprej për të keqe. Kjo lawama është që në vazhdimsi e bren zemrën. A që të bren dërgjigje nga brenda nga njëra. Për diçka, nuk është urdhë me bëu keq, po pse më ndodhi kjo? Pse e bëra kët? Apo kjo është qortuesi. Kjo do të vazhdimisht aktivizon një lloj qortimi i brendshëm. E tash bie pyetja për çfarë qorton. Nefsul lawama nuk ka pozicion stabil. Ajo qëndron mes dy thirrjeve, ati mutmainna dhe ati amara bisu. Apo në qoftë se në pushtet është amara bisu, në pushtet, apo është aspekti i errët, urdhon për të keq, atë kjo lawama çfarë bën? I ndihmon ti nefsi që urdhon për të keq, që njeriu të ndihet gjithmonë keq kur nuk bën keq. Pse s'bëra keq? Pse s'bëra kët? Shiko. Më humbi ky rast. Apo se e marrë bisu aktivizohet në momentin kur do të bëjë keqen. Po nëse i ka shans, nuk është më mundësia të bëhet, apo atëherë e marrë bisu, kjo që urdhon për të keq, mundohet ta aktivizon shpirtin, aspektin e shpirtit, nefsit, po them, të qortimit. Të përgatit terrenin për goditjen e radhës. Ta ketë më lehtë ta mposht zemrën në këtë ميدan. Shikoj këtë betejë që zhvillohet brenda neve, na nuk di fare për këtë. Në qoftë mutmain, shpirti që është më aktivizuar,
Atëherë kjo lewame e bren besimtarin, e bren bëmirësin. Pse nuk bëre? Sa i dhe këtij limosh 10, pse jo 20? Është më tepër më ti ke mundsi. Pse sa fale son natën u falem një 5 recate. Pse 5? Ke mund 11 më fal. Sa që ndërve në këmbë kaq është të bren nga brenda vazhdimisht. Të bren nga brenda vazhdimisht. Nuk të lën rahat. Dhe sa më e fuqishme është nefsi më të mëjnë në fsiqet, aq më e fuqishme është qortimi dhe ajo që të bren nga brenda. Dhe këtu janë tri ngjyrimet e nefsit. Andaj kërkohet nga njeriu që ta fuqizon nefsin më të mëjnë apo dhe ta pafuqizon në maksimum e marrë bisu që pastaj ajo që është lewame qortuese ti bashkangjitet nefsin më të mëjnë. Kjo është ajo që ka të bëjë me ndarjen e nefsit dhe funksionimin e kësaj në raport me mbretin, në raport me zemrën. Thënë këtë kujton shpesh në dëgjojmë, ka njerëz që janë të këqij, domethënë. Njëri që është afër ti thotë është i mirë dreqi. Thotë është dreq, është shejtan domethënë, po është i mirë. Ndoshta më thënë është kjo pjesa e zemrës që i kthehet në një ajo dritë edhe pse është pak. Dhe mund të themi që kjo është një, po them një përgëzim që edhe ai që është i keq mundet, edhe pse ka nefs, mos thotë që nefsi më është i keq dhe nuk mund të bëhemi mirë. Jo, mund të bëhet i mirë. Po padyshim. Kthimi më thënë. Po padyshim. Mund të marr një shembull të kësaj që përmend. Ne tash për shembull pa them. Kemi ditë ose kemi natë. E shet ditën shumë qartës, është shumë e fuqishme. Për njerë e fillon duke e kaplu errësira këtë ditë. Nuk vije erë tërsisht, apo? Por shkon duke e kaplu. A bashavar, dal nga dal. Kështë është edhe nata. është në kulmin e errësirës dhe befas nuk del dita. Shkon duke u qërë, duke u shfoj dal nga dal. Kështu edhe njerëz ndahen. Ka njerëz do thotë që janë të qartë në përcaktimin e tyre. Janë të pastër, po sigurisht e dita. Asnjë re nuk është mbi ta. Asnjë tendencë për ta errësuar gjendjen e tyre në raport me Allahun nuk ekziston. Absolutisht. Gjithmonë janë sigurisht e dielli. Dhe ka njerëz që janë të errët sikur se nata. Asnjë pikë dite s'ka tek ata. Apo? Dhe në mes të këtyre dy poleve ka njerëz që shkojnë duke u ndriçuar me mbetjet e errësirave, por shkojnë duke u errësuar me mbetjen e ndriçimeve të kaluara. Andaj, njeriu në esencë ka aspekte të mira dhe ka aspekte të këqija. Duhet gjithmonë ta kuptojmë se sado që i kemi dhënë përparësi aspekteve të këqija, nefsit e marrë bisu, i kemi dhënë të drejtë atij që të vendos për neve. Paramendo atij që na urdhëron për të keqe, ai të jetë udhëhecion. Paramendo si mund të jetë tash përfundimi i këtij njeriu. Sigur për shembull dikush ta merr një armik për betum, që e ka luftuar, e ka dhënë me shkatruar, po, dhe pasi që jemi liruar për ti, tash të themi dëshirojmë që dikush për juve të bëhet kryetari dhe kryeminist i vendit tonë. Paramendoj këtë çështje. E kështu bën njeriu. Armikun e tij, atij që ja don të keqen, ia beson pushtetin e vetes së tij. Pushtetin e qenies së tij. Dhe ky është gabim që e bën njeriu. Dhe fatkeqësisht nuk mirret, s'po them askush, por rrallë janë nga njerëz që mirën me këtë çështje në këtë mënyrë. Fatkeqësisht nga musliman nuk ka se kështu e kanë kuptuar Islamin. Atëra Islami, të gjitha adhurimet kanë kuptim ndryshe nëse kështu e kuptojmë ndikimin e nefsit. Pse? Unë e kuptoj çdo adhurim që duhet ta kryej. E kuptoj sikur që e kupton një njeri i cili është në shkretir, i braktisur, rrezikohet nga vdekja në çdo moment, rrezikohet nga egërsia në çdo moment, apo? Dhe tashmë ai po e din se është nis një grup njerëzish ta shpëtojnë, por është nis edhe një grup shtazësh ta shqyen dhe shkatrojnë. Ky është mes dy këndëve që shikon. Sart kthehet nga këndi i armiqve me frikë se mos po shpejtojnë të vinë, apo dhe sart shikon nga këndi i armiqve me mallëngjim për që të ngutën e të arrijnë apo. Me sa mallëngjim pret të vijë miku, më shumë. Besimtari që e kupton se kështu ai është duke u gjend. Çdo adhurim, andaj të parët tonë me sa mallëngjim e kanë pitë Ramazanin. Për çfarë arsye? Ka se është miku që po ju vije, apo në moment të duhur, nga si ka agërsia që po nuk ka Ramazani, përfunduan.
Andaj kanë qatur, kanë lutur Allahun vazhdimisht na mundso o Zot që të arrijmë Ramazanin. Sikurse për shembull është transmetuar nga ata 6 muaj, para mendoj, 6 muaj kanë lutur Allahun t'u mundson të arrijnë Ramazanin. Për çfarë arsye? Në qoftë se është Ramazani, në qoftë se Ramazani është nuk kupton vetëm agjërimi, kanë pasur të agjërojnë ata ditëve tjera. Po është Ramazanit. Andaj e kanë prit këtë Ramazan për diçka tjetër, nga se vije me ushtar të shumt që na rifuqizon, na ndihmon kundër asaj që po na rrezikon. Prandaj ai që Ramazani ti është vetëm agjërim, jo diçka tjetër, apo ky nuk ka përfituar nga ushtria që i ka ardha fuqizon. Dhe fatkeqësisht këta njerëz që kështu nuk e prisin Ramazanin do psohen më të madhe pas Ramazanit. Ka se mbeten të braktisën në duart e armiqve, apo pa marrë fuqit mjaftueshme për të rezistuar. Nëse ai që e din se po i vjen me latë pret, me mallëngjit më pret, gjithmonë duke shikuar. Shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kishte dëshirë të flakt që Allahu ta kthen kaqabja në namaz. Për shumë arsye. Nga arsyet kryesore ishte se kthimi i kaqabes nën kuptonte se konflikti me Kurajsht është i lidhur për këtë shtëpi. Apo kishte shumë domethënë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithmonë sikur që dinte, kthen të fytyrën ka qielli. Pritet me mallëngjim kur do të vijë ai ditë që Allahu do të ktheu kësaj. Ja kështu të apo. E pret si përkraje hyjnore. Qad nara taqallub wajhika fi as-sama. Po jam duke vërejtna, na po e shohim që ti po e kthen shikimin vazhdimisht ka qielli. Po pret diçka. Apo ne falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Gjithsesi kemi të kthyer ka po ki dëshirë tjetër. Ne dëshirojmë që kibla besimtarët me këtë mallëngjim, sikon Ramazanin, kur do të vijë kuadrekës me mallëngjim, ta ketë zemrën e lidhur për adhurime. Ta pret sikurse një shpëtimtar që aty ka jetën, nëse nuk ushqet vdes. Andaj edhe ka thënë Ibn Taymi rahimullah, kur kanë jetë kohë të gjatë, duke përmendur Allahun xhallahu ala pas namazit sabat, i thanë nxënësit e tij, "Hoxh, shumë je duke qëndruar." I tha, "Kjo është kuti, kjo është ushqimi im, nëse nuk e ha unë vdes." Andaj njeriu që nuk e kupton këtë betejë sikur se në fillim, nuk mund ta kupton se adhurimi i tij është ushqim. Dhe për aq sa kemi dëshirë apo që ushqimin ta kemi në dorë, edhe më tepër ta kemi dëshirë adhurimin. Për këtë arsye dhe nuk e kemi ndoshta ende të kultivuar këtë krahasim mes ushqimit dhe adhurimit. Andaj edhe ndikimi nuk është i tillë. Nuk ndijmë ëmbëlsi të adhurimit, sikur që ndijmë ëmbëlsirën e ushqimit. Nuk ndijmë nevojë për adhurim, sikur që ndijmë nevojën për ushqim. Nuk vrapojmë pas adhurimit, të kërkojmë kudo që ka mundësi të adhurojmë Allahun xhallahu ala, sikur që vrapojmë pas ushqimit. Po, gjitha këto e vërtetëm se burojnë ku tek mos trajtimi i duhur i nefsit në jetën e besimtarit. Atëherë duke e cilësuar betejë, duke të thënë një ushqim shumë i rëndësishëm që ky nefs ka nevojë, unë do dëshiroj të përcjell një alarm, thënë për sa i përket teksteve shkollore që kam parë para ca ditësh, sidomos të shkollave të mesme, ku flitet deri diku për një shfrenim të nefsit, një shfrenim një liri të nefsit, dhe do të mundohemi të trajtojmë besoj me momentin që jemi betejë, me këtë shfrenimi, një lloj alarmi, të trajtojmë që çfarë do na duhet, por kjo hoxh lart jetë mbas një shkputje qetësie dhe kthehemi. Të nderuar miq, shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër qetësie dhe kthehemi përsëri në studio. Të nderuar miq, kthehemi përsëri në bisedën tonë me hoxhën e nderuar Enis Rama, që po flasim për nefsin, një dukuri shumë që e patrajtuar ose e pasqeruar, mundohemi të trajtojmë dhe sqarojmë. Hoxh, shkëputëm bisedën kaq që kam parë para ca ditësh. Ndoshta ajo që ne tham në fillim që nuk është trajtuar shumë, por kam lexuar tekste shkollore të shkollave të mesme, sidomos në trojet tona. Në Shqipëri, besoj këtu në Kosovë, më kanë alarmuar. Një lloj shfrenimi dhe lirie të edukimit të fëmijëve tanë, të rinisë, domethënë njeriu thotë të jetë i lirë, do të provojë çdo gjë. Teoritë freudane, më thënë apo shumë teori të tjera që po studiohen. Shoh si alarm. Me ato që dëgjova pak më parë për ju shoqë të nderuam dhe me çfarë po mësojnë fëmijët tanë për shkolla.
Kjo është shumë e vërtetë, është shumë shqetësuese për neve, do të thotë që kur nënvlerësohet dhe neglizhohet deri në maksimum trajtimi i disa çështjeve që Allahu xhallahu ala na ka alarmuar për to shumë. Allahu na mandua nuk e rrezikon asgjë. Andaj ai nuk ka nevojë që për vetën e tij dhe qenë e tij të alarmon për diçka, qase nuk rrezikohet nga asgjë. Andaj çdo alarm që Allahu xhallahu ala na ka alarmuar për ndonjë rrezik të caktuar që mund të na godet në Kur'an apo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne duhet ta marrim shumë seriozisht. Nga se ka të bëj pikërisht me neve. Kjo nga njëra. Nga ana e dytë, ai që na ka krijuar neve, Allahu xhallahu ala, e din më së miri se sa mund të jemi ne të dobishëm, por edhe sa mund të jemi të dëmshëm. Kush mund të dinë më realisht për ndikimin e madh të ndonjë arme më mirë se ai që ka bërë? Ne mund të dim disa aspekte, por realisht çfarë mund të ndodhë nuk e dim. Kur të përhapen epidemi të ndryshme, ne mund të dim një aspekt caktuar të rrezikut të kësaj epidemie. Por realisht sa rreziku i saj e din ai që ka studiuar. Andaj Allahu xhallahu ala njeriu e përmend si krijesë të vlerësuar, të nderuar, të graduar tek Allahu xhallahu ala. Mirë po. Allahu xhallahu ala në shumë vende përmend se ky njeri i ka disa aspekte, i ka disa anë të errta. Në qoftë se ato aktivizohen, vaj halli për juve. Do të jetë një jetë shumë e zymt, shumë e keqe, shumë e rëndë. Në qoftë se këta njerëz do të thotë nuk ndriçohen me ndriçimet e Islamit, nuk udhëzohen me udhëzimet e tij. Për këtyne për shembull, njeriu ka prirje, sikur sa thotë Ibn Qayyim rahimullah. Njeriu ka prirje të jetë njeriu më i devotshëm, por ka prirje të jetë njeriu më i keq dhe më i dytë. Faraoni që pretendonte se është çfarë? Zot. Vriste fëmijë të pafajshëm. Para mendoj këtë merr. Një ëndër e ka pa vetëm se dikush po ja rrezikon poshtin ëndër. Dhe për shkak të ëndrës me vite terrorizonte dhe vriste fëmijët e Ben Israelit. Para mendoj këtë dini sa të jeshte në jetën tonë. Ky faraon nuk ka qenë i tillë për shkak se do të thotë ka lind jo njeri ose ka ardhur në një planet, jo. Por i ka dhënë përparësi anëve të errta. Dhe në qoftë se këto anë të errta vërshojnë mbi njeriu, nuk kanë të ndalur pasaj. Disa njerëz mendojnë se dëgjoj, ne për shembull nuk mund të ndonjë njerëz që ai për shembull ta zgjidh partnerin që do të flan me të, për shembull apo. Është me zgjidhje, nuk ka dhunim. Dhe mendojnë se nëse pak i japim liri, këtë aspekt mund ta marrim kontroll. Dhe po dëshmojnë se nuk po kanë mundësi ta marrin kontroll. Ka vërshuar, apo po i rrezikojnë edhe ata më të madhe. Nga një liri e kufizuar në emër të një kënaqësie, po shndrohet në një epsh të shfrenuar që tashmë nuk po mëshiron as fëmijë, as të mëdhenj, as familje, as shoqëri. Na ka sjellë sëmundje që medicina ka mbetur duar kryq për zgjidhjen e tyre, e paralizuar tërësisht, apo dhe tash po mundohen disi ta ngulfatin këtë liri, mirë po përsëri me mjete të gabuara. Çfarë do të keqë merre? E njëjta histori ka ndodhur me të. E kanë filluar andaj Allahu xhallahu ala thotë nuk duhet ti nëse ti japësh kët. Ti nuk duhet të japësh këtu, nga se po ja dha. Nuk ka së ndalur. Merr rrugë. Kështu edhe me fëmijët tonë po bëjnë. Në emër të një lirie të shprehurit, në emër që të asoj që fëmia nuk duhet të jetë i varur nga prindërit i vazhdimisht. Duhet që të jepet atij një e drejtë e vendimmarrjes. Dhe kjo është në rregull, si rregull. Mirë, po mjetet që përdoren, mënyrat që përdoren dhe rrugët që ndiqen për ta sjellur fëmijën në këtë shkollë janë shumë të rrezikshme. Nga se kanë përdorur me mos respekt të mësuesve në maksimum. Katastrofë. Kanë reflektuar me një shpërfillje dhe rebelim ndaj familjeve dhe prindve në maksimum, saqë rrallë herë dëgjon prindër që lavdërohen në respektin dhe moralin dhe nderin dhe sjellën e fëmijëve të tyre. Kush e ka sjellë këtë? Pikërisht kjo që po flasim për të. Andaj nuk mundemi ne, nuk është nefsi një lodër që e ke në dorë, apo? Dhe posa dëshon të nal dhe kur dëshon të vend. Nuk është kështu.
Jo, nuk është sot. A din si është nefsi? Nefsi është sikurse një pend, apo që ka grumbulluar shumë ujë. Kështu thotë Ibn Qayyim rahimullah. Një pend që ka grumbulluar shumë ujë. Pse kanë grumbulluar atë ujë fshatarët? Për të hitë tokat. Edhe nefsi është për dobin ton. Nuk e ka sjell Allahu për dëmin ton, jo. Për dobin ton është. Por fatkeqësia ku qëndron? Kur udhëheqjen e pendës, apo e ka një njeri i pakujdesshëm. Dhe në vend që ta ngreh pendën, apo në lartësi të caktuar, që uji që del te ujit, apo fatkeqësisht tek ne ata që e kanë pendën dorë, nuk po e lëshojnë ujit për të ujit arat tona. Jo për këtë, po për ta kënaqur synin me vërshimin e ujit. Duke mos shikuar se çfarë po ndodh poshtë në fshat. Po, ti duket interesant tëra jo mas e ujë që po vërshon, interesant si po gurgullon ujë, po. Mirë po, a e dino i gjorë sa atje poshtë kur po bie ujë çfarë po bën? Aty është duke marrë jeta, është duke shkatru arra, është duke shkatru qytete dhe shtete dhe kat fshatra, apo? Atëherë kërkojmë që ata që e kanë pushtetin dorë, ata që janë përgjegjës për fëmijët tonë, për arsimin tonë, apo të jenë njerëz që dinë si punën me pendën. Po, mos na ngrin më tepër, se ndoshta ata janë duke u kënaqur nga përfitimet që po i marrin, por neve na mbytën. Neve na mbytën. Apo dhe pastaj po i mësojnë të tjerët se kështu duhet bërë me pendën e prindve, kështu duhet bërë me pendën e shoqërisë, kështu duhet bërë me pendën kur jemi punë, dhe vazhdimisht po vrejmë ngrehje apo ngritje, apo të pa kontrolluar, të shfrenuar të ngritjes së pendës për shkak të shfrenimit që ka ndodhur nga brenda. Kjo kur mendojmë që janë me qëllim të mirë, që se dim domethënë që ky ujë mund bëj dëm, mendoj që fatkeqësisht e din shumë mirë këtë dëm që po i sjell kësaj rinie, kësaj të ardhme, që fatkeqësisht thonë kjo është ardhmja e jo nesër. Po, dyshim. Edhe ka rritë që prindi nuk mund të këndojë më. I thotë kjo është shkolla. Më thënë ai është detyruar të shkojë në shkollë të studiojë, sepse studimi është shumë i rëndësishëm. Ama aty mëson këto gjëra, këto element. Fatkeqësisht po them se do të thotë procesi mësimor dhe arsimi është zhvesh nga edukimi. Kemi arsim dhe edukim, apo po nuk kemi Ministria e Arsimit dhe Edukimit, kemi Ministria e Arsimit, apo Shkencës, Teknologjisë, ose ta quajmë ndryshe, mirë po, gjitha këto janë çështje teorike, çështje të thata, 2 + 2 = 4, kaq mëson fëmiu. Në çështje don shumë, si ti them, po sikurse çika të thata, të zhveshura nga çdo edukim. Nga çdo edukim kemi, do thotë, një tendencë shumë të rrezikshme për të keqpërdorur begatitë e Allahut azza xal. Tërë kjo shkencë që sot na është dhënë në dorë. Që këtu mundësi që na janë dhënë për zbuluar shumë gjëra. Fatkeqësisht njeriu janë duke e shndërruar në një armik të njeriu. Do të thotë, sot sikur dhe më parë është lehtësuar komunikimi mes me dhe mes te. Është lehtësuar, do të thotë, ardhi ime te ti. Sikur dhe më parë. Ndërsa sikur dhe më parë, nuk jam unë më larg prej ti, nuk jam më larg prej ti. Sikur dhe më parë. Apo përpara njerëzit kanë pas më vështirë të komunikojnë, po kanë qenë më afër. Sot e kanë më lehtë të komunikojnë dhe janë më larg. Përpara për shembull që ke qenë në studime, larg është dash tani një letër prindve të tu. Pas 2 muajve ka arrit. 3 muajve ka arrit. Ndërsa ka humbur letra dhe nëna duke prit letrën e djalit të saj, nuk ka fare. Apo derisa e ka nisë në një letër tjetër për të thënë birit të saj, birim nuk merr nga ti letra, apo ka ardhur që biri të kthehet nga studimet pas një viti pa komunikimi. Sot kemi, do të thotë, gjitha mundësi ta shohësh në internet, komunikosh, ke makina me shpejtësi, rrugë të rregulluara, të vizitosh të afërmit. Dhe shohim se njerëzit nuk kanë kohë për prindët e tyre, për vllahën e tyre, nuk ka kohë, ka harruar herën e fundit kur e ka pa nënën e tij, babën e tij, vllahën e tij, ka harruar kur herën e fundit është interesuar për mikun e tij si ka punë, edhe pse do të thotë tëra ajo që i kushton këtë tim është një goditje me gisht në pullën e caktuar dhe mori fund tëra. Apo po nuk ka interesim. Ka një mbyllje në vetën e tij, një egoizëm të papar. Apo me gjitha mjetet që na garantojnë një socializim të përbashkët, një afërsim të madh apo. Andaj çka e ka shkaktuar këtë? Nuk është do të nuk qen nga do problemi të aspekti ekonomik, të aspekti nuk qen nga kjo. Nuk kanë mjetet ato me rëndësi.
Nuk është problem tash shkenca, tash shkencën e kem. Por çfarë është problemi? Është problemi se do të thotë nuk e kemi kuptuar se sa mund të jemi të rrezikshëm për veten tonë dhe për tjetrin, në qoftë se nuk e ndriçojmë të brendshme të mozimet e Allahut. Kjo thash sikur edhe ti përmendë, në rastin ku njeriu nuk është i vetëdijshëm për rrezikun. E paramendoj çfarë mund të bëjë ai që është i vetëdijshëm dhe me vetëdije rrezikon të tjerët. Prandaj kemi nevojë që më marr me nefsin. Me kuptu se ti a din se mund të shndrosh në vrasës, a din ky lakmi kaq e madhe që po jep përparësi për pasuri, të shndron në vrasës, do ta vrasësh babën tën, jo kur, po un po them se do ta vrasësh, nëse nuk kujdesesh. Dhe ne patëm para disa kohë në Kosovë, edhe në Shqipëri dhe kudo qoftë, vrasje, vran biri, babën e tij vran për një copë toke. Çka e ka shkaktuar kët? Ka shkaktuar nefsi keq. Prandaj ne alarmojmë, ne nuk dëshirojmë asgjë përfitim nga kjo. Dëshirojmë që njerëzit të vëdësojnë për të ruajtur vetën e tyre. Dhe sikur sa thash në fillim, kur Allahu na mëson që të largohemi nga këtë punë, ta ruajmë veten tonë, ti kushtojmë vëmendjen e nefsit, vetes tonë, se sa mund të jemi të rrezikshëm. Ne nuk e rrezikojmë në asnjë situatë Allahu xhallahu ala as pushtetin e tij, por e rrezikojmë veten tonë. Dhe duke pas parasysh se Allahu është ai që na don, e na mëshiron, na don të mirën, na treg vërtetën, do të thotë në këtë aspekt me vërtetë të shumta dhe alarme të ndryshme që të kemi kujdes. Të kemi kujdes. Dhe pikërisht edhe për shkak të mos kujdesit në këtë rrafsh, kemi njerëz, vëllezër musliman, motra muslimane që falin çdo kohë, aspektet e jashtëm praktike kanë të rregulluara ndoshta, namazin ose mbulesën, po shohim se janë të strëmbushur me zili, me smir, me urrëtin e tjerëve, apo e kanë kthyer, nëse mund të them atë reflektorin e nefsit e marrë bisu. Ka një ngjyrë tjetër. Ka ngjyra e atij që urdhon për të keqen nga zemra dhe fatkeqësisht me këtë zemër me tjerë sill apo me zemër të ndriçuar, nëse mund të themi të ndriçuar fatkeqësisht apo nga nefsi i keq. Dhe asnjëherë nuk i shkon mendja se duhet me ndryshu, këtë dritë me këtë ndryshim, ai nga brenda, por gjithmonë kërkon që të tjerë të ndryshojnë. Ata i kanë faj, ata janë problematik, ata janë të këqij, nëse ky gjithmonë e ka mirë apo. Shikoj se sa probleme implikon në këtë rast apo kur nuk kemi një qasje studioze për veten tonë, një qasje të qartë, sikurse e përmendëm në fillim, do të thotë për nefsin tonë. Unë mund të jem shumë i keq. Unë mund të jem shumë i keq. Në qoftë se nuk i rri vetes time gati, mund të bëjmë shumë i keq, me vedije pa vedije, mund të bëj dëm të madh. Prandaj kujdesu, shiko faraoni çfarë ka bërë. Mund të bësh aty faraon në shtetin tënd, mund të bësh faraon në familjen tënde. Kujdesu. Ne asnjë nuk po dëshojmë që njeriu ta ketë veten në kontroll. Gjithmonë të kontrollon veten e tij. Nëse më lën një shembull më kujtuar, kam përmend vazhdimisht, e kisha përmend tash apo. Po. E pa të thënë me një rast kështu të vëllënderuar. Thash kur je në autobus ose je dikun ku ka grumbull njerëzish, do të në Kosovë themi kallaballëk, ka shumë kallaballëk, ka dyndje, shtypje apo mes njerëzve. Ti ke një telefon, ke një kulet me para, ke një dokument të në gjep me rëndësi, ke 3-4 gjëra shumë me rëndësi apo. Dhe tash prekja e vazhdueshme me me njerëz ta up ndjenin për ekzistimin e këtyre gjërave. Dhe çfarë bën ti? Me automatizëm një dorë të xhepi apo një dorë i ruan këto si kiç strajta. E din se në fërkim me këta njerëz mund të humbin këtu. Apo dhe posa të del nga ky turp njerëzish, automatikisht i nxjerr gjithë, shikon on rregull, nuk ka rregull apo pastaj vëron udhëtimin. Unë kështu kërkoj nga çdo besimtar, në fërkimin tënd me shokët e tu, në rrugën ku je, në familjen ku je, apo këtu fërkime mund të humbasë diçka që shumë e shtrenjtë për ty. Unë nuk dua asgjë tjetër, vetëm të kontrollosh në vazhdimsi shikosh se a është imani në rregull, a është gjua në rregull, a u sillen si duhet, a shikova ku duhet. Këto shikoj, apo nga një pakujdesi shumë e vogël mund të kushton shumë. Në këtë kallaballik të madh, në këtë lloj gjullurdie që mund të themi njerëzish, mundet në kohën që në kanë ngelur hoxh, të them në një shembull të atyre të parëve tan, se si kanë arrit këtë nefs, edhe pse teknologjia, shkenca ka pas nuk ka qenë zhvilluar, por nefset e tyre kanë qenë shumë të qeta, nefset e tyre kanë qenë shumë të mira. Të ndriçohemi pak me ndonjë shembull të tillë. Ata e kanë kuptuar këtë shumë seriozisht, vëllai nderuar. Andaj po sjell një shembull nga jeta e përditshme dhe po përfundojmë një jetë nga jeta e tyre. Njëri isha në komunikacion me makinë. Dhe këtë shembull pastaj u asolla disa domthon në xhami kur pata një ligjërat.
Më ka ndodhur mua kjo. Të ndodh ty dhe çdo kujt i ka ndodhur kjo. Isha me makinë dhe zakonisht në udhkryqje ku nuk ka semafora, apo do të thotë secili shfrytëzon gabimin e tjetrit që të futet. Në kuptim, ai është duke prit po sigurisht në këtë kallaballëkën tonë tash që kemi një lloj çrregullie në komunikacion. Dhe çfarë më ndodhi mua? Unë kisha përparësi për të shkuar, apo dhe do të thotë vetëm sa shikova tek sekonda në ato. Apo diçka shikova se mra, apo u futën 10 rakire. Apo edhe pse unë kisha përparësi të kaloj, u futën dhe më kujtua. Tha shiko i dhe vetes time apo. Një shikim me pakujdesi dikun apo sa mund të futen. Më të madh apo. Më të madh rrezikojnë. Andaj kërkohet vigjilencë. Kërkohet apo një mendje presi dhe kujdes i vazhdueshëm, sikur që vëzhgon kufirin rejtari. Një kotje e tij, një grup emigrantësh ikën. Futen me një herë, nuk duhet atje orë. Për këtë arsye ka thonë Yahya ibn Muad ka thonë kështu. Çdo njeri mund të bëjë një lloj marrëveshje me armikun e tij. Armpushim, kush ndodh, luftojnë, pastaj mirën vesh. Çdo njeri mund të bën marrëveshje me armikun e tij, por unë kam një armik që nuk di si t'ja bëj me të. Dhe njerëzit menduan se është në konflikt me dikën, dëshon të ndihmojnë. I than, e çfarë armiku ke ti? Tha, unë kam një armik i cili nuk kisit mirësh me të. Unë i tham se ne duhet të shkojmë në xhenet. Qase s'ka të nuk ka këtë kompromis, nuk ka këtë marrëveshje. Qase fundi është po. Edhe e kam për me të kënaq ty. Ty nëse e kam për me të kënaq. Po. Ai dëshiron që ta humb atë kënaqësi të përhershme me disa kënaqësi që e din shumë mirë që i sillin pa kënaqësi. Si më marrësh me këtë njëri? Pa mund smart. Ti për të mirën e ti i thua, braktisë këtë 5 minutash, nga se ti e din shumë mirë që pas këtyre 5 minutave do të vinë 5 vite pastaj të këqija. Të gjithë njerëzit kanë përjetuar pasojat e këqija të mëkateve të tyre. Prishje martesash apo rrahje, vrasje, a ka ndodhur për shkak të marrëdhënies më të mëdha. Ky ja mori ti atë, a ja mori kët vrasje. Don një kënaqësi 5 minutë, 10 minutë, një orë tu ja sa dush, apo ka pasuar me probleme, me pasoja, me fatalitet në shumë raste. Ose vjedhja, ka vjedh pak, është kënaq duke shëzuar pasurinë e dikujt mirë të palësh me disa kohë, çfarë ndodhi pastaj? Burg, rrahje në burg, prishje atë armës, i ka lajmë të armës edhe gruaja tij tash me dikën tjetër i ka shkuar. Shikoj sa komplikat. Të sa ky po thotë, un po dua diçka që asgjë, jo, kënaqësi po du për ty, po du me të kënaq. Po du dikon që të kënaqesh ku nuk lajmërosh kurr për lajme të këqija, gjithmonë është mirë. Dhe në këtë konflikt jam gjithmonë, un dua ta bindi, ndërsa ai mundon me mbind mua dhe asnjëherë nuk po mund të arrijm një marrëveshje të mirëfillt që qet të ecim drejt Allahut të mëdhenuar. Prandaj edhe me njërat ka thonë Yahya ibn Muad se nefsi është më i vështirë se sa luani. Nga se luani, rreziku i tij është derisa është jashtë, po e futen në kafaz, je i sigurt. Tani pastaj mund edhe fëmijët luajnë me të. Ndërsa thot nefsi nuk mund të futet në kafaz. Nuk mund të futet askund. Andaj gjithmonë mbetet rreziku i tij i vazhdueshëm. Ka rrezik potencial gjithmonë që na godet, na kafshon, na largon, të na habit në momente të caktuara që të futen pastaj shumë makina që nuk është dashur të futen ato. Edhe kështu i them edhe muslimanëve, besimtarëve që dëshojnë të shkojnë tek Allahu xhallahu ala. Hapni syt mirë në kufirin e juaj, nga se një habi, kështu shejtani do të fut, po, nga se ai është trafikant i keq. Ai nuk trafikon me qenë njerëzore, pa ai trafikon me antivlera, me mëkate. Ai do të futet te emigrantë pa dëshiruar që nuk dalin pasaj me lehtësi. Andaj kujdesu për kufirin, duke u kujdes për nefsin tënd. Allah shpëletohet. Koha besoj se më thënë erdhi fundi kohës, por që i bie që të flas për nefsin nuk më mjaftoi koha. Padyshim. Atëherë besoj na premton që ne të vazhdojmë bisedën për nefsin herës tjetër, dhe këtu duke e lutur Zotin të shpërblimit gjithë mirat, më thënë, e përfundojmë bisedën tonë për takuar herës tjetër. Të nderuar miq, do dëshiroja ta mbyllim këtë emision me fjalën e Hoxhës së nderuar kur tha: "Të gjithë ne, motra dhe vëllezër, e duam nefsin, por ti themi nefsit për ty do mendoj që të kënaq më shumë për në xhenet."
Luzotin takojmë përsëri në emision tjetër. Selamun alejkum wa rahmatullah.